Pas incidentit të bujshëm në gjysmën finale në Big Brother VIP Albania 4, ku Joz Marku sulmoi fizikisht Gjestin gjatë transmetimit live, reagimet nuk ishin të ndalur. Publiku shpërtheu në komente dhe kritika ndaj Jozit dhe produksionit për menaxhimin e situatës. Ndërkohë që ngjarja vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, burime të ndryshme në rrjet, por raportojnë se Gjesti tashmë fitues zyrtar i Big Brother VIP Albania 4 është duke konsideruar seriozisht ndjekjen penale të Jozit për sulmin fizik që ndodhi brenda shtëpisë së famshme. Pasi doli nga formati dhe mori kurorën e fituesit, Gjesti nuk ka dhënë ende një deklaratë publike të drejtë për incidentin, por burime pranë tij pohoi se ai ka kontaktuar me përfaqësues ligjor dhe po shqyrton hapat e ardhshëm që mund të ndërmarrë në drejtim të një padije për dhunë fizike. Publiku mbetet në pritje të një reagimi zyrtar nga vetë Gjesti, ndërkohë që kërkesat për drejtësi dhe transparencë poshtohen ditaditës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.